përdorur fort në mënyrë ilegjitime kundër një vendi të pavarur, duke rrëmbyer kreun e shtetit, kanë kryer një akt agresioni, e cila konsiderohet si deklarim lufte. Me krimin e agresionit që ata kanë bërë është që sipas statutit të Romës dhe gjykatës ndërkombëtare të krimeve, ata kanë kryer akt agresioni dhe për këtë akt agresioni që kanë kryer si presidenti i SBA-s, si ministri i tij i luftës dhe zyrtarët e tjerë duhet që të arrestohen dhe të çohen në Hag, kanë kryer krimin e pengmarrjes, e zhdukjes së personit, e mbajtjes ilegale. Të gjitha këto janë krime sipas konventës ndërkombëtare të drejtave politike dhe civile. Dhe me pak fjalë, çfarë amerikanët kanë bërë? Kanë bërë një krim kundër njerëzimit. Por, sikur presidenti Trump deklaroi në konferencën për shtyp që mbajti pas rrëmbimit të presidentit të një vendi sovran, Trumpit i duket vetja sikur është një njeri i rëndësishëm, biles edhe në atë dokumentin e strategjisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që amerikanët kanë botuar përpara pak ditësh, amerikanët apo qeveria e Donald Trumpit kanë shpallur filozofinë e tyre të re, vizionin e tyre të ri, dhe sipas këtij vizioni ata kanë shpallur botërisht që në atë që Trumpi quan hemisfera perëndimore, ata nuk do të lejojnë asnjë shtet që të jetë i pavarur dhe që nuk i bindet diktatit të Amerikës. Është hemisfera jonë, duhet ta kem një foto aty regjia. Po, në dokumentin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, të lëshuar nga administrata Trump në nëntor të vitit 2025, ata e thonë e bardha mbi të zezë që në hemisferën perëndimore ne do të dominojmë dhe do të risjellim doktrinën Monroe. Po. Doktrina Monroe kupton është një doktrinë që, domethënë për herë të parë, është formësuar nga presidenti kriminal amerikan James Monroe, ku në ato kohë u hodh si një ide e mirë, nëpërmjet të cilës James Monroe pak a shumë i shpalli luftë fuqive të Evropës dhe nuk lejonte asnjë fuqi evropiane që të ndërhynte në punët e brendshme të hemisferës perëndimore, që do të thotë Amerikës së Veriut dhe Amerikës Latine. Me këtë princip, amerikanët e kanë privatizuar pak a shumë të gjithë kontinentin amerikan. Po, nuk është gjë e re kjo, Olc. Kështu ka qenë gjithmonë. Ajo është hemisfera e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata nuk kanë lejuar kurrë askënd tjetër. Ama diferenca në këto momente për personat që ndoqën konferencën për shtyp të presidentit Trump, ai përmendi, ne do përdorim doktrinën Monroe, që unë do ta quaj Donroe, ku pak a shumë do të tregoj që është një doktrinë e re e përpunuar nga Donald Trumpi, dhe sipas doktrinës Donroe, amerikanët japin vetes të drejtë që jo të ndërhyjnë vetëm në hemisferën perëndimore, por të kërcënojnë edhe vendet e tjera të botës. Trumpi në konferencën perëndimore për shtyp që mbajti, kërcënoi Kubën, Venezuelën dhe Meksikën me ndërhyrje ushtarake. Në të njëjtën kohë, në ditët e kaluara, ai ka kërcënuar një vend antar të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, Danimarkën, me sulm ushtarak dhe rrëmbim të ishullit të Grenlandit. Ai po kërcënon dominionin britanik të Kanadas me aneksim
Dhe çfarë Trumpi po bën? Olc kishte nxjerr një hartë në Facebook dhe e mora, besoj regjia duhet jetë një hartë e Amerikës. Jo, kjo është e Groenlandës. Domethënë, kjo është Amerika, jo ishte. Kjo është e Groenlandës, po është një tjetër ku është Amerika dhe Venezuela bashkë me Groenlandën sipër. Jo, kjo është. Domethënë kjo është pak a shumë Amerika që ekziston në mendjen e Donald Trumpit. Ja, kjo është ajo. Kjo është harta, domethënë Amerikës sipas Donald Trumpit, dhe për personat që ndoqën konferencën e tij për shtyp, ai tha ne do të marrim nën kontroll Venezuelën, do të marrim naftën e Venezuelës që është nafta jonë, duke kryer domethënë një grabitje publike dhe duke treguar që gjithë justifikimet dhe propaganda ishte bërë deri tani kundër presidentit Maduro, i cili shfaqej si mbështetës i asaj që Trumpi quhen narkoterrorizëm, ishte thjesht një mashtrim, por qëllimi i agresionit të Trumpit ishte vjedhja e naftës venezueliane. Dhe me këtë që po bën Trumpi tani, i ngjan pak a shumë atyre që ka bërë Hitleri në vitin 1938-39, kur Gjermania naziste filloi të pushtonte shtetet e Evropës. Aneksoi Austrinë, pushtoi Çekoslovakinë, pushtoi Poloninë. Olzi, do dalim, do e diskutojmë sërish se këtu do jemi për atë. Dritan. Po, Olz. Dhe do më thëmë për mendimin tim, jetojmë në një moment shumë të rrezikshëm, ku në krye të shtëpisë së bardhë është zgjedhur një gangster, një person ignorant, por që është personi më i rrezikshëm, por edhe më i fuqishëm i planetit, ku vetëm javën e kaluar ai ka lëshuar kërcënime kundër Danimarkës, do dalim kundër Venezuelës që bëri edhe krim më parë, duhe shkelur ligjin ndërkombëtar, Kolumbisë, Kubës, dhe duke kërcënuar me luftë edhe Iranin. Do dalim dhe tek Irani, sepse e kemi kështu çështje të veçantë. Dritan, përsa i përket kësaj që po diskutojmë dhe me Olcin, doktrina Monroe e shpallur edhe tek strategjia kombëtare e presidentit Trump. Si e vlerëson këtë operacion kryer në ndritën e kësaj doktrine? Nuk është ky operacioni kryer në ndritën e kësaj doktrine, nuk ka të bëjë fare me këtë doktrinë. Jo, kjo është Departamenti i Shtetit, kjo që kemi këtu. Kjo është hemisfera jonë. Tjetë Departamenti i Shtetit, doktrina Monroe po keq përdoret dhe po keq interpretohet si nga Departamenti i Shtetit edhe nga të gjithë. Doktrina Monroe nuk është kjo. Pra doktrina Monroe, para se është ajo fjalimi i mbajtur nga presidenti James Monroe në 10 orë të vitit 1823 në Kongresin Amerikan, përcaktonte qartësisht në atë kohë ishin fuqia vetme botërore, pra në atë kohë ishin evropianët, pra spanjollët, anglezët dhe francezët, cilët luftonin për territoret e tyre të pushtuara koloniale në Amerikën Latine. Dhe Amerika ishte një vend i ri që ishte dalë dhe përveç kësaj ju kërkonte që të mos merreshin me hemisferën perëndimore më, por ama në fjalimin e më të tjeshëm thotë që neve përkrajmë çdo lloj vendit të Amerikës Latine, kësaj hemisfere i cili shkëputet, pra krijon pavarësi nga kushdo dhe do të dali vendi i pavarur. Dhe goditja e çdo lloji vendi që tenton të marrë pavarësinë ose që është i pavarur, do të ishte njësoj si të sulmohen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo është themeli i doktrinës Monroe. Komplet pjesa tjetër, po keq interpretohet dhe po keq përdoret nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga ky president i narcist ignorant që tha, që i ka të gjitha, pra që nuk e ka idenë se çfarë flet. Pra nuk është kjo, por realiteti nuk është doktrina Monroe. Nuk ka të bëjë fare me çështjen e hemisferës. Nuk ka të bëjë me dritan me faktin që aty janë rusët edhe kinezët dhe këto kërcënojnë. Nuk janë as rusët as kinezët në Venezuelë. Nuk ka as baza ruse as baza kineze në Venezuelë. Nuk ekzistojnë. Nuk ka të bëjë as me çështjen e naftës kryesisht. Nafta që nxirret në Venezuelë është në atë brez quhet brezi Orinoco. Brezi Orinoco është nafta më e rëndë që ekziston. Është nafta që nxirret në Venezuelë, që nxirrej edhe aktualisht që nxirret, që është nafta e rëndë, që është naftë bituminoze. Është e njëjta naftë që nxirret në Ballsh në Republikën e Shqipërisë. Po, që thon. Dhe përpunimi i kësaj nafte, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë sot asnjë rafineri që ta përpunojnë këtë lloj nafte. Dhe edhe kur firmat amerikane e nxirrnin këtë naftë, e përpunonin ose në Kanada, ose në Kinë,
ose në Rusi, sepse vetëm atje ka uzina të përpunimit të kësaj nafte. Edhe të Ballshit? Jo, Ballshin e përpunonin vetë sepse kishim ngritur një uzinë këtu dhe uzina jonë ishte me teknologji kanadeze. Uzinë në cilën e shkatarroi Edrama. E qartë. Pra, sepse vetëm kanadezët kanë atë lloj teknologjie në botën perëndimore. Për naftën e rëndë. Për naftën e rëndë. Dhe e tillë është nafta që del në Venezuelë. Pra në rast se nesër nxjerrin këtë naftë, nuk mund ta çojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ta përpunojnë, nuk e përpunon dot Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë naftë. Është shumë e kushtueshme për Shtetet Bashkuara të Amerikës ta nxjerrin këtë naftë të përpunojnë. Sidomos tashmë që ka diku të rreth mbi 15 vite që nuk është investuar në industrinë e naftës në Venezuelë dhe është bërë një studim i Mobil dhe Exxon, dy kompanive amerikane vjet dhe kanë nxjerrë që një investim i ri i naftës kërkon 22 miliard dollar investim për ta nxjerrë naftën. Pra për t'i bërë aktive këto pikat nxjerrjes naftës në Venezuelë. Pra është një investim marramendës për to. Dhe ato nuk kanë ndërmend të hyjnë në këtë investim marramendës. Nuk është as për naftën. Nuk është as për naftën. Nuk është as për Rusinë dhe Kinën, por për çfarë është? Problemi është, do të shohim problemi që ndron tek zionizmi. Pra, unë kam të dëgjuar një foto nëse ndihmon me emrat e disa shteteve. Po, duhet të jetë aty, janë emrat e disa shteteve. Se ku qëndron e gjitha. Po. Pra, shikoni, janë 9 shtete. Irani, Iraku, Kuba, Siria, Libia, Sudani, Venezuela, Afganistani dhe Korea e Veriut. Po. Këto 9 shtete janë të vetmet 9 shtete aktualisht, të cilët pas vitit 1990 nuk janë pjesë e Bankës Qendrore të Rothschildëve. Pra të zionistëve. Baza e zionizmit janë Rothschildët. Që nga viti 1917 Rothschildët kanë qenë themeluesit e zionizmit, themeluesit jo ideologjik, po themeluesit ekonomik të zionizmit me deklaratën e Balfourit. Lordi Rothschild në zakonisht ishte kryesori në deklaratën e Balfourit. Dhe Irani është vendi i cili nuk është pjesë e Bankës Qendrore të Rothschildëve. Pra në asnjë para ekonomike nuk kalon nëpërmjet asaj banke, nuk ka kontroll. Iraku ishte i tillë dhe në vitin 2000 presidenti atëhershëm i Irakut Saddam Hussein bëri një marrëveshje me Bashkimin Evropian që nafta që Iraku do të shiste Bashkimit Evropian do të shite vetëm në euro dhe jo më në dollar. Në 2003-shin amerikanët ndërhyjnë në Irak dhe rrëzuan Saddam Husseinin dhe nëse mbani mend kur amerikanët hyn në Irak dhe rrëzuan Saddam Husseinin, Bashkimi Evropian i doli kundër Amerikës në atë kohë dhe nuk e përkrau në rrëzimin e Saddam Husseinit për arsye se ju prishi këtë marrëveshje e cila forconte euron. Pra, nga petrodollar do të çolshim në euro-dollar. Pra forcoi niveli i euros. Kuba është tjetër vend i cili nuk është sistemi në Bankës Qendrore të Rothschildëve, Bankës Botërore, FMN, se gjithë ato që janë bankat qendrore të Rothschildëve, nuk ekziston. Kuba e dyta është Siria. Siria ishte i tillë. Tashmë do të hyjë me Al-Sharën, ka hyrë sepse ka bërë një marrëveshje me FMN, pra por ishte tillë dhe ndaj edhe Asadi udhëzuar nga regjimi për arsye të kësaj sepse nuk ishte pjesë. Libia, Gaddafi, jo vetëm që nuk ishte pjesë e kësaj, por Gaddafi në vitin 2009 bëri të njëjtin veprim që bëri Saddam Husseini dhe vendosi që të shiste naftën me bazë floririn. Pra ti mund ta bleje naftën, jo me dollar, por me monedhën tënde, por mbi bazën e tregut të floririt në atë moment që do blej atë. Dhe në 2011 amerikanët e rrëzuan Gaddafin, e vranë dhe e shkatruan Libinë dhe e kthyen ashtu si Sirinë, si Irakun në vende të cilat nuk janë as si shtete. Sudani. Pra, deri tash jemi tek gjithçka ka të bëjë me zionizmin, pra zionizmi që kontrollon paranë botërore. Vim te Sudani. Sudani është një vend i cili nuk ka qenë pjesë e Bankës Botërore, pjesë e Bankës të Rothschildëve, por ama në 1967 kur mbaroi lufta e Suezit, e atyre 6 e Suezit, lufta e Yom Kipurit, Sudani organizoi mbledhjen e vendeve arabe në Sudan. Dhe në 1967 doli ajo që quhet rezoluta e Kartumit. Në Kartum, rezoluta e Kartumit ka të bëjë me 3 jot. Ishte joja e parë ishte jo njohje të Izraelit. Tjetra ishte jo negociata me Izraelin dhe tjetra ishte jo paqe me Izraelin. Këto 3 jot e Sudanit. Dhe u vendos atëherë që Sudani të shkatërrojë se Sudani sot plus që u nda Sudani Veriut me Sudanin e Jugut, tashmë Sudani është në një luftë civile tjetër në të cilën janë përfshirë zionizmi izraelit së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe po bëjnë krime të pamasa kundër arabëve atje. Venezuela ishte vendi i shtatë i cili nuk ishte pjesë e Bankës Botërore dhe para 2 javë përpara se të rëmbehej Maduro kishte vendosur të bënte një marrëveshje, pra sapo kishte bërë një marrëveshje gojarisht me Kinën, që të gjitha asetet e burimeve natyrore që ka Venezuela, pra duke përfshirë që nga nafta, gjithçka tjetër, floriri, gjithçka sepse kanë nxirret edhe florin, nxirren edhe minerale të tjera, nuk do shiteshin më me dollar, po do të kuotoheshin në shportën e paras të BRICS-it. Dhe të gjitha vendet janë pothuajse 40 vende
të botë të cilët kishin marrëdhënie ekonomike me Venezuelën, prej këtej mbrapa nuk do blenin asnjë në Venezuelë me dollar, por çdo gjë do ta blenin me monedha tjera, pa me yuan ose me ndonjë monedhë tjetër kineze. Dhe kjo e nxirrte nga kontrolli i totalisht njëti parim po thuat. Afganistani po ashtu është një vend Afganistani po ashtu është një vend tjetër i cili nuk ka qenë asnjëherë në sistemin e bankës qendrore vazhdon të mos jetë në sistemin e bankës qendrore të zionistëve, pra të Rothschildëve. Edhe Korea e Veriut. Tash çfarë kanë të përbashkët gjitha këto shtete? Të gjitha këto shtete kanë të përbashkët që nuk e njohin Izraelin. Këto shtete. Pra nuk e njohin Izraelin dhe e kundërshtojnë zionizmin haptazi. Venezuela e vendosi për Venezuelën u caktua dënimi me vdekje në vitin 2009. Në vitin 2009, presidenti atëhershëm Hugo Chavez, duke qenë në 2009-ën, izraelitët nisën një operacion në Gaza, dhe ku vranë diku rreth 1200 veta brenda një jave. Dhe në atë moment, Hugo Chavez ishte i vetmi president i botës i cili përzuri nga Caracasi ambasadën izraelite, prishi marrëdhënien me Izraelin për shkak të operacionit që ata bën në Gaza. Dhe që atë moment nënshkroi dënimin me vdekje të Venezuelës dhe ai i cili e pasoi Hugo Chavezin dhe vazhdonte të mbante të njëjtat qëndrime kundër Izraelit, kundër Palestinës. Ishte vetëm presidenti Maduro dhe asnjë antar tjetër i kabinetit të tij nuk ka folur deri më sot kundër Izraelit dhe kundër asaj që ndodhi. Gjatë Gazës, Maduro po thosë një 2-3 ditë mbante fjalime për çështje duke akuzuar zionizmin fashist izraelit për këtë punë. Dhe duhet mos harroni që ky zionizmi fashist nuk ka ekzistuar vetëm shtete, ka përfshirë, ka shkatëruar edhe shtete të tjera. 2 shtete të cilat shkatërroi. U shkatërua pse Shqipëria u shkatërua? Shqipëria ishte pjesë e bashkimit e Traktatit të Varshavës, sepse kjo na shpjegon pak historinë tonë që të kuptojmë. Dhe në 1967 Enver Hoxha vendosi të dilte nga Traktati i Varshavës, sepse atëherë një mik i Enver Hoxhës i cili ishte edhe një zionist i flakt, Paul Meliezi, pra ata që kanë njohur historinë, Paul Meliezi ishte një doktor i cili punoi për rezistencën franceze gjatë luftës dhe ishte një përkrasim i madh që një nga njerëzit që shpëtoi shumë izraelita që fut në atë kohë dhe pas luftës ai ishte një nga njerëzit më të nderuar të Izraelit dhe u bë edhe zionist. Paul Meliezi. Dhe në ndikimin e Paul Meliezit, ju mbush mendja Enver Hoxhës që po të dilte nga Traktati i Varshavës, neve do të kishim ndihmë ekonomike nga Banka Qendrore, pra nga FMN-ja, nga këto bankat e tjera. Dhe e mashtruar Enver Hoxhën. Enver Hoxha doli nga Traktati i Varshavës, çifutët nuk i dhan asnjë. Pse nuk i dhan asnjë? Sepse Enver Hoxha kishte dalë, pavarësisht se Enver Hoxha kishte njohur shtetin e Izraelit 49-ën. Nga 49-a këtej Enver Hoxha nuk kishte asnjë marrëdhënie diplomatike me shtetin e Izraelit, plus dhe ishte një nga personat liderët e vetëm të Traktati i Varshavës, i cili haptazi kishte dalë dhe kundërshtonte çdo lloj politike zioniste të zionizmit në Palestinë kundër palestinezëve dhe ishte një nga vetmit që njihte Palestinën në atë kohë. Dhe çfarë bënte? Problemi ishte sepse kishte edhe shumë vende të Traktatit të Varshavës ishin lidhur me Palestinën, por ato ishin lidhur me PLO-n, me organizatën e çlirimit Palestinës. Organizata e çlirimit Palestinës ishte një organizatë me qasje fetare. Ndërsa Enver Hoxha ishte lidhur me Fatah-un. Fatah-un nuk ishte organizatë me qasje fetare, ishte organizat me qasje kombëtare, pra nacionale, nacionaliste. Dhe izraelitët gjithë kanë hecur në mendimin që çdo lloj konceptimi që bota duhet ketë në përplasjen midis Izraelit dhe palestinezëve duhet të jetë një qasje fetare dhe jo qasje kombëtare, sepse po qasje kombëtare, atëherë ata dalin kolonialistë dhe pushtues. Kurse po qasje fetare, atëherë mund të marrin mbështetjen e gjithë botës tjetër. Dhe vendi i dytë cilin shkatërruan, pra shkatërruan Shqipërinë, e çuan në kolaps. Dhe më mbrapa shkatëruan, totalisht, erdhi kjo Shqipëri që kemi, pra që po zionistët po e shkatërrojnë mendimin atyre që janë pushtet në këto 30 vite, dhe po e shpërbëjnë për këtë hakmarrje që i bën ndaj Enver Hoxhës, dhe vendi i dytë i cili shkatëruan ishte Jugosllavia e Titos. Edhe Tito, njësoj si Enver Hoxha, jo vetëm që nuk e njihte Izraelin, por ndihmonte haptazi Palestinën dhe njihte vetëm Palestinën. Dhe ata vendosën që ta zhbëjnë dhe e zhbën Jugosllavinë në vitin 1990, filluan zhbërjen e Jugosllavisë. Dhe Izraeli është në vendet e parë i cili njofti Kroacinë, ishte vendi i parë i botës i cili njofti Kroacinë në vitin 1992 kur Kroacia shpalli pavarësinë dhe nisi luftën. Asnjë vend tjetër nuk e përveç se Izraelit. Njëjtën gjë ndodhi edhe me Sloveninë. Pse? Sepse donin shpërbërjen e Jugosllavisë. Për këtë arsye pra izraelitët, ai zionizmi, ajo Pax Judaika, ka funksionuar dhe po funksionon akoma dhe po hakmerret nga çdo lloj vendi i cili nuk është pjesë e Bankës Qendrore të Rothschildëve, pra e kontrollit ekonomik që zionistët kanë mbi botën dhe që është kundër shtetit Izraelit dhe kundër fashizmit zionist. Olsi, ndërkohë projektorët dhe avionet amerikan janë zhvendosur dhe ka sinjale, domethënë, që thuhet që ka një rritje të aktivitetit ushtarak amerikan drejt lindjes mesme.
Për detajet e këtyre avionëve do mi shpjegoj Dritani, po si e shikon tani më pas rënies Venezuelës, si e shikon, madje shkojnë deri në atë pikë sa thonë brenda 72 orëve mund të kemi një goditje të Iranit, të paktën me lexova, po do ta gjej se ku e lexova. Tani që të vazhdoj linjën e mendimit të Dritanit, edhe domethënë sulmi që u ndërmor kundër Venezuelës, sikur deklaroi edhe presidentja, zvendës presidente që tani më u bë presidente e Venezuelës, Delicia si ka emrin, tha që duket që mbrapa sulmit kundër nesh ka patur indikacione zioniste. Tani, po të shohim në këto javët e fundit, Amerikanët kanë sulmuar dy vende. E para ishte Nigeria, ku në fund të dhjetorit Amerikanët shkuan dhe bombarduan dhe vranë disa musliman, ku Trumpi deklaroi se janë sa grupe terroriste islamike dhe po na vrasin të krishterët. Dhe sulmi tjetër është ky ku qeveria amerikane shkoi dhe vrau të krishterë në Venezuelë. Tani po të shikosh trajektoren, pse Trumpi duhet sulmoj në mënyrë ilegale, pa i thënë gjë fare qeverisë të Venezuelës që do t'ju bombardoj, pse Trumpi duhet të bombardoj Nigerinë dhe më pas Venezuelën. Përgjigja ka të bëjë me atë që ju thatë me Iranin. Përpara pak ditësh, më duket përpara një jave apo diçka më shumë, në Shtëpinë e Bardhë ishte Benjamin Netanyahu, ku ai takoi Trumpin dhe sigur treguan edhe mediat, po sigur edhe deklaroi Trumpi në konferencë për shtyp, ai e kërcënoi sërish publikisht Iranin dhe e kërcënoi Iranin duke i thënë që we are locked and loaded, nëse të jam gabim për termin, do të drejtë. Kjo është ajo që domethënë e kemi mbushur armën edhe ju kemi në shënjese të shqip. Dhe unë këtë sulmin kundër Venezuelës dhe Nigerisë e shikoj si dy përpjekje nga amerikanët për kontrolluar naftën. Sepse amerikanët e dinë që në rast të një lufte të re me Iranin, që mund të jetë luftë edhe më e egër se sa lufta i qershorit 2025, Irani ka mundësi që të minojë dhe të mbylli ngushticën e Hormuzit. Duke mbyllur ngushticën e Hormuzit, Irani do krijojë një krizë për naftën ndërkombëtare dhe nëse keni dëgjuar me vëmendje ato që deklaroi Trumpi, tha ne hym në Venezuelë, nga që ne duam të kontrollojmë naftën. Biles 5 ditë përpara se të rrëmbehej Maduro, president Maduro bëri një video, një selfie, si quhen këto videot ku ishte në makinë, ku thoshte që i kam thënë Trumpit që jemi të gatshëm të sillim gjithë kompanitë amerikane le të nxjerrin naftën. Nuk kemi asgjë me këtë. Dhe Trumpi mesazhin që i ka dhënë qeverisë që tani është në Caracas, i ka thënë që duhet na bindeni neve dhe të bëni çfarë do të themi ne për punën e naftës. Tani unë me çfarë arri që të kuptoj është që Trumpi ndoshta po mundohet që të siguroj burime të mjaftueshme të naftës për Amerikën në rastin e një lufte me Iranin, e cila do të sjellë një krizë botërore për naftën. E dyta gjë është që duhet të shohim edhe atë tablon më të madhe. Dhe në deklaratën që Trumpi pati, por edhe zyrtarët e tij, ata e akuzuan Venezuelën si një vend që kishte bërë koalicion me Rusinë, Kinën dhe me Iranin. Dhe sikur dihet, shumica e naftës venezueliane blehet nga Kina. Amerikanët, nëse themi prapë te ajo strategjia e tyre kombëtare që ata botuan në nëntor të vitit 2025, në strategjinë e tyre kombëtare Trumpi veçon Kinën
ai e përmend Kinën në atë dokumentin që kanë vjerë, nuk e di se sa herë duhet që ta shoh se sa herë e përmend Kinën, por Kina është obsesioni më i madh i Trumpit. Nuk e përmend asnjëherë, po e lë të nënkuptohet. Urdhro? Nuk e përmend asnjëherë, po e lë të nënkuptohet. Jo, e përmendet. President Trump single-handedly reserved of mistaken American assumption about China, namely that by opening our markets to China, ai merret pika B e dokumentit të sigurisë kombëtare me titull Asia Win the Economic Future, prevent military confrontation, merret nga fillimi deri në fund me Kinën. Dhe Trumpi është i obsesuar me Kinën dhe në kalkulimet e tij ai parashikon që një luftë që do të vinë në të ardhmen në atë që i quhen Azi Pacifik, edhe kjo luftë nënkupton një embargo totale ndaj Kinës, sidomos tek puna e naftës. Nga që Trumpi ndoshta e ka kuptuar që Trumpi nuk bën dot me Xi Jinpingin atë që bëri me Maduro, nga që Kina është fuqi nukleare dhe mund ta vrasë Trumpin në çdo moment. Por unë çfarë mendoj që është strategjia amerikane kundër Kinës, është që një kontroll